Tituj të shumë të librash janë prezentuar këtë të mërkure në Ferizej në kuadër të panajirit të 8 të librit të organizuar nga klubi letrar Derada. Në këtë edicion është një numër pak më i madh i botuesve, janë dikon rreth 35 botues të cilët do të jenë të pranishëm gjatë panajirit. Bazuar në eventet e mëhershme, përkatësisht në edicionet e mëhershme të panajirit, e dim që panajiri ka qenë jashtëzakonisht i vizituar, shitjet e librit kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha në Ferizaj krahasuar me qendra tjera, me qytetet tjera. Qytetarët vlerësuan se panajiret të tilla janë të mirëseardhura dhe të domosdoshme. Po panajiret kuptohet që janë patjetër të mirëseardhura dhe domosdoshme të organizohen, bile. Kemi ardhur në situatë që ndoshta do të ishte mirë që librat njerëzve jo t'ju ekspozohen në qytet, po nga një libër ose edhe më shumë t'ju dërgohen edhe para dyre të shtëpisë, se për shkak se kemi fillu të harrojmë librin. Kam qenë gjysmë e jetës jashtë, është një ngjarje shumë e rëndësishme, po më interesojnë librat që kanë një burim, një periudhë të kësaj toke, këtij vendi këtu. Në kuadër të panajirit, i cili do të zgjasë deri të shtunën, do të bëhen edhe promovime të veçanta të disa botimeve.